Avokatët të mbrojtës të Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj kanë depozituar një kërkesë pranë gjykatës kushtetuese, ku i kërkojnë trupës gjykuese të përshpejtojë shqyrtimin e padisë lidhur me masën e arrestit në burg ndaj funksionit vendor. Sipas së mbrojtjes, kjo masë është në kundërshtim me kushtetutën dhe shkakton dëme të konsiderueshme, jo vetëm për vetë Veliajin, por edhe për funksionin normal të Bashkisë së Tiranës. Në kërkesën e tyre, avokatët sugjerojnë që gjykata kushtetuese të caktojë sa më shpejt një datë në kalendar për shqyrtimin e çështjes, duke theksuar se mungesa e Kryebashkiakut në detyrë po ndikon drejt për drejt në administrimin e qytetit dhe në ushtrimin e kompetencave që burojnë nga mandati i zgjedhur me votë. Kjo lëvizje vjen 2 javë pasi Erion Veliaj, i arrestuar që prej muajit shkurti, është drejtuar kushtetueses për shfuqizimin e vendimeve të gjykatave më të ulta, të cilat kanë miratuar vazhdimin e mbajtjes së tij në paraburgim. Deri më tani, gjykata kushtetuese nuk ka caktuar ende një datë për shqyrtimin e kësaj padie. Megjithatë, më herët e njëjta gjykatë i ka dhënë të drejtë Veliajt në një tjetër çështje, duke rikthyer në detyrë dhe duke shfuqizuar vendimin e Këshillit të Ministrave për largimin e tij. Ndërkohë, procesi penal ndaj Kryebashkiakut dhe të pandehurve të tjerë ka mbetur i bllokuar në fazën e seancës paraprake. Dosja përfshin 30 pandehur, mes tyre edhe organizata Jofit Imprurëse, ndërsa SPA ka ngritur akuza për korrupsion dhe pastrim parash, të cilat sipas prokurorisë së posaçme lidhen me abuzimet me fondet publike dhe procedurat e tenderimit. Gjatë seancës së fundit, Veliaj, i pranishëm në sallë, përsëriti kërkesën që t'i vihet në dispozicion fashikulli i plotë i jetimit, duke akuzuar drejtësim për standarde të dyfishta. Ai solli si shembull raste të tjera, përfshir ish presidentin Ilir Meta dhe të pandehur të tjerë, të cilëve u janë dorëzuar materialet e hetimit. Në këtë pikë, si SPAK, ashtu edhe mbrojtja e Veliajit referohen të njëjtit precedent të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Konkretisht, vendimi përmend mundësinë e dorëzimit të materialeve hetimore në format elektronik përmes një USB-je. SPAK mbajnë qëndrim se dorëzimi i USB-s është i mjaftueshëm, ndërsa mbrojtja argumenton se në mungesë të një kompjuteri në dispozicion të pandehurit duhet të jepet fashikulli i printuar. Seanca e radhës pritet të mbahet në 5 janar, ndërsa mbetet ende për të parë nëse ndonjë rapal do të tërhiqet nga qëndrimi aktual dhe nëse gjykata kushtetuese do të reagojë ndaj kërkesës së përshpejtimit të procesit.